Texas madje sot Edhe në Texas. Ajo e Kalifornisë është një, le themi, një luftë në thonjza në disa nivele. Në radhë parë është lidhet me emigrante paligjshëm, thash ditët e fundit. U ngritën në protestë për gjithë publikun shqiptar që ndoshta nuk e kanë ndjekur. Sepse për shembull ditët e fundit dhe javët e fundit autoritetet amerikane kanë nisur një fushat shumë të gjerë arrestimi personash të paligjshëm dhe dëbimin e tyre, që nuk ishte më parë. Për shembull, dje në shtetin amerikan Nebraskës, autoritetet amerikane kanë hyrë në një fabrikë për punimin të mishit dhe kanë arrestuar shumicën e punojësve të fabrikës, cilët kanë bërë gati për të deportuar në vendet nga kishin ardhur. Shumica dërmuese e tyre ishin nga Amerika Latine. Kjo protestë është krijuar nga një pjesë e madhe nga emigrantë paligjshëm në Shtetet Bashkuara kundër kësaj mënyre kaq, le të themi, radikale të autoriteteve amerikane ndaj arrestimit dhe deportimit të tyre, por edhe nga mbështetës që mund të mos jenë emigrantë paligjshëm, emigrantë të ligjshëm nga Meksika, nga të tjera të Amerikës Latine, të cilët mbrojnë idenë e migracionit në Shtetet Bashkuara. Pra është një përpjekje për të ndaluar autoritetet amerikane të bëjnë arrestime dhe deportime të personave të paligjshëm në Shtetet Bashkuara. Por në nivel politik është dhe një luftë që Donald Trump është duke bërë me guvernatorin e Kalifornisë Gavin Newsom, i cili me shumë mundësi do jetë kandidati numër 1 i demokratëve për zgjedhjet prezidenciale 2028-s. Kështu që po gjejnë ndoshta një mënyrë për ta diskredituar dhe për të treguar që është një person i paaft, sepse çfarë është duke bërë në shtetin e tij, pra nuk ka mundësi të mbajë as emigrantë paligjshëm as rendin në shtetin e tij. Dhe e dyta është një përpjekje, pra në një farë mënyrë mund të themi që Donald Trump i kanë dhënë justifikim për të nxjerrë në rrugë gardën kombëtare të Shtetit Bashkuara. Pra nuk kishte justifikim tjetër për të nxjerrë në rrugë gardën kombëtare dhe mund të krijojë një precedent që mund të zbatohet dhe në raste të tjera të cila mund të përdorë garda kombëtare për të vendosur rendin në Shtetet Bashkuara. Me shumë mundësi protestat të tilla do vazhdojnë të zgjerohen në pjesë të tjera të Shtetet Bashkuara. Nuk janë protesta aq masive, le të themi, sa nuk bëhet fjalë për qindra mijëra. Nuk e cënojnë stabilitetin? Deri tani nuk janë protesta masive që nuk po flasim për qindra mijëra njerëz që kanë dalë. Bëhet fjalë për një numër të vogël, pavarësisht se edhe një numër i vogël mund të bëjë shumë dëm, ose mund të bëjë shumë zhurmë që kemi parë në Los Angeles. Madje edhe numri i gardës kombëtare që ka hedhur në rrugë Donald Trump është një numër i vogël, bëhet fjalë për 700 veta, kur bëhen protestat, për shembull, janë bërë protestat opozitës në Shqipëri, ka pasur më shumë policë të vendosur para kryeministisë sa ka nxjerrë Donald Trump në Los Angeles ditët e fundit, por nëse autoritetet amerikane vazhdojnë të njëjtën politikë kaq radikale të arrestimit të njerëzve në vendet e punës dhe deportimit të tyre në vendin nga kanë ardhur, nuk përjashtohet mundësia që protestat të tilla të zgjerohen dhe të shtohen dhe në numër. Kështu që jemi ndoshta ende në fillim të një situate të tillë. Zoti Bilalli, ju si keni parë këto protesta? Dua dhe komentin tuaj dhe a cënojnë stabilitetin në SBA? Mendoj që nuk janë edhe të rastishme. Mendoj numër, siç ata nderuari, i emigrantëve që sillet paligjshëm ose të palajmëruar, mund të them se kem edhe të tillë që janë të padeklaruar në SBA një numër shumë i madh nga mandati, do thotë dikon 10 milion konsiderohet shifrat, meqense nuk janë të sakta, sepse ata të Paris që janë paregjistruar dhe janë ilegal në SBA, është vështirë të japet një shifër saktë. Por besoj që për turbullirat e brendshme në SBA ka indikacione që mund të kenë një pund. Unë s'po them që Deep State është duke punuar në teoritë konspiracioni, por mendoj që destabilizimi amerikan nuk vjen me një forcë të tillë të përleshje me emigrantë në për disa shtete amerikane, po qytetet e tyre, por mund të jenë shenja që lëvizjet e tilla qoftë edhe nga kundërshtarët e Trumpit të paraqesin se jo të suksesshëm mandatin e tij ose punën e tij që në fillim, dhe mendoj që do të jetë sfidë që ka konotacion edhe politik. Mendoj që përmasat e tilla mund të përhapen edhe në qytete dhe shtete tjera të Amerikës dhe mund të kemi, mund të them, edhe turbulenca me të cilat mund të ketë pasoja për dëbimin e emigrantëve, sidomos ndalimin e rrjetit dhe kufirit, përforcimin e kufirit me Meksikon, nuk mund të realizohet 100%. Besoj mund të jetë një impuls për një shifër plus 200.000 tjerë dhe mendoj që do të gjendet një kompromis sepse edhe fuqia punëtore ka nevojë në